Peshngritja shqiptare ka shkëlqyer në kampionatin botror për të rinj i zhvilluar në Lima, Peru, duke sjellë rezultate të jashtëzakonshme. Ylli i këtij suksesi është 17-vjeçaria Enkileda Cara nga Elbasani, e cila u shpall kampione bote në peshën deri në 64 kg, duke fituar 3 medalje ari dhe duke thyer 3 rekorde europiane për moshën nën 18 vjeç. Cara ngriti 98 kg në stilin e shkëputjes, duke përmirësuar me 1 kg rekordin e mëparshëm europian. Në stilin e shtytjes ajo realizoi një tjetër performancë të shkëlqyer me 115 kg, ndërsa me totalin 213 kg në 2 garësh, ajo siguroi vendin e parë në botë për kategorinë e saj. Rezultati prej 98 kg në shkëputje i siguroi gjithashtu edhe medaljen e bronzë në kategorinë për të rinjt mbi 18 vjeç. Medaljet e arta ju dorëzuan nga vetë presidenti i Federatës Botërore të Peshngritjes, Mohamed Xhalud, duke i dhënë kështu peshë edhe më të madhe këtij suksesi historik për sportin shqiptar. Pjesë e delegacionit shqiptar në Peru ishte edhe peshngritësi i talentuar Antonino Mullisi. Në drejtimin e trajnerit të tij Artur Laxha, Mullisi realizoi një paraqitje të denjë duke përmbushur objektivin për një rezultat në zonën e medaljeve. Ai u rendit në vendin e 4 në stilin e shkëputjes me 125 kg, në vendin e 5 në shtytje me 151 kg dhe në vendin e 4 në 2 garësh. Ky kampionat ka treguar edhe një herë potencialin jashtëzakonshëm të rinjve shqiptar në sportin e peshngritjes, duke konfirmuar një të ardhmë premtuese në arenën ndërkombëtare.